Është ndarë nga jeta në moshën 91 vjeçare, një nga zonjat më të mëdha të teatrit dhe filmit shqiptar, Margarita Xhepa. Deri i kombit, Margarita Xhepa ishte artistja që i dha jetë dhe përjetësoi shumë personazhe që janë skalitur në kujtesën e miliona shqiptarëve. Margarita Xhepa, një nga zonjat më të mëdha të teatrit dhe filmit shqiptar, gjatë karrierës së saj ka krijuar mbi 150 role në teatr dhe 32 role në kinematografi, ku përmendim Majlindën tek filmi Majlinda, Dafina tek Lumi i vdekur, Filja tek Cuca e maleve, Zonja Mëm tek Kush e solli Durontinën, Nën tek Përballë vetes e tjerë. Aktoria Margarita Xhepa lindi në 2 prill të vitit 1934. Nga viti 1950 u aktivizua si artiste probiste në teatrin popullor dhe njëkohësisht studioi në Liceun Artistik Dega e Dramës. Ka qenë një sojë e suksesshme në rolet e dramaturgjisë botërore, si Ofelia tek Hamleti, Vajza e dytë tek Mbreti i Lirë, Dado tek Romeo dhe Julieta, Mbretëresha Margaret tek Ricardi III tek Shakespeare. Në role të tjera nga dramaturgjia botërore spikasin Klea tek Dhelpra dhe Rusht, Lena tek Xhaxha Vanja, Lady Milford tek Luiza Miller, Zonja Berlin tek Vizita e Inspektorit, Zonja Lomen tek Vdekja e një komisioneri, Ana Andrejevka tek Revizori, Marcela tek Qeni i Kopshtarit, Mashenka tek Mashenka, Sheila tek Morali i Zonjës Dulsa, apo Dado tek Elektra e Sofokliut, në drejtimin e regjisorit grek Dimitri Mavricis, në teatrin kombëtar të Greqisë në Athinë. Veç roleve në teatr, ka realizuar edhe 32 role në kinematografi, duke punuar në shumicën e regjisorëve shqiptar ku përmendim filmat Vitet e para, Gjurmët, Dimri i fundit, Toke për gjakur, Një djalë dhe një vajzë, Apasionata, General Gramafoni, Rrethi i kujtesës, Vitet e pritjes, Dora e ngrohtë, Gurët e shtëpisë, Pranvera se erdhi vetëm, Koncerti vitit 1936, E diela e fundit dhe I dashur armik. Në vitin 1997 interpretoi në filmin grek Mirupafshim. Në maj të vitit 2004 u rikthye në skenën e teatrit kombëtar për të shkëlqyer në dramën Streha e të harruarve, një tjetër sukses në karrierën e saj 50 vjeçare si artiste.